Të nderuar teleshikues, selamu aleikum. Mirë se vini në ciklin tonë më të ri të emisioneve Familja. Në fakt të flasësh për familjen dhe për konservimin e saj, duket sikur është kthyer në një çështje tabu, sepse ne më shumë dëgjojmë për rënimin e familjes, për sfidat që ka sot ta mbash gjallë një familje. Pikërisht pra, për ta ruajtur këtë institucion hyjnor, e cila në fenë është trajtuar gjithmonë si institucioni i parë dhe themeltar i krijimit të shoqërisë, ne sot kemi të ftuar Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Atëherë, në tërësi, pra, si një hyrje e temës, kush janë faktorët kryesor që kemi arritur deri këtu, saqë duket një çudi që sot kemi një familje shëndetshme? Në radhë parë duhet të kuptojmë se të mbash familjen, të ruash familjen, të kujdesesh për familjen, do të thotë që ti je duke bërë gjën më të mirë që mund të bëjë njeriu në tokë mbas adhurimit të Zotit. Ne kemi thënë edhe herë tjetër që, do të thonë, familja në Kur'an përmendet, si më thonë, mbas le të themi besimit. Në Kur'an përmendet e treta. Pra, përmendet El Fatihaja, përmendet El Bekareja, pra beslidhja dhe rregullat, pastaj vjen familja. Për këtë arsye, mbajtja e familjes, ruajtja e familjes, jo vetëm që ka pjesën, le të themi, njerëzore të rëndësishme, po ka, le të themi, pjesën shpirtërore të rëndësishme, sepse njeriu po t'i heqësh shpirtin, ai kthehet në robot. Njeriu po t'i heqësh pjesën e shpirtit dhe të ndjesisë, ai kthehet në materialist. Ekstremist. Njeriu po t'i heqësh pjesën e shpirtit dhe të ndjesive, fillojnë pastaj dhe ndryshojnë standardet e vlerave, ato vlera për cilat, le të themi, botërisht njerëzimi ka rënë dakord. Për këtë arsye, domethënë, është mshuar rëndësi kësaj pjese sepse ndër, le të themi, objektivat e fesë dhe të besimit është, domethënë, jeta, ruajtja e jetës, mbrojtja e jetës, ruajtja e pemës gjenealogjike, ruajtja e dinjitetit njerëzor. Për këtë arsye, domethënë, është kushtuar rëndësi e madhe kësaj pjesës familjes. Ndërkohë, e dyta është se ne jetojmë në një kohë që sikur gjëra të tjera kanë hyrë në rend të parë. Faktikisht ne themi që familja është në rend të parë. Ose mas Zotit, mas besimit vjen familja, le themi e dyta në rend. Ndërkohë që ne sot jetojmë në një botë që don ose dëshiron për arsye apo për agenda të caktuara familjen ta qesi në fund të listës, pra jo në krye të listës siç e njeh feja dhe besimi. Pse? Sepse në momentin që njeriu shkëputet nga feja dhe besimi, shkëputet nga kultura dhe tradita, shkëputet nga familja, atëherë ai është shumë më kollaj për të qenë agent, për të qenë i komanduar, për të qenë, si më thënë, robot i programuar sipas agjendave të cilat faktikisht, domethënë, koha her mbas here zbulon fytyrat e tyre të vërteta, të cilat shfaqen me parulla interesante, me afishe të bukura, po faktikisht njerëzimi kupton, bota mbar kupton se nuk është qëllimi i tyre e mira e njerëzimit. Po si ku shkojnë drejt një bote pa krye, një bote e cila duhet menaxhohet nga një mendje apo nga një tru apo nga një familje e kështu me radhë. Gjë që faktikisht, do të thonë, nuk bota ose njerëzimi nuk do të dëshironte kurrë. Për këtë arsye, për ata familja, tradita dhe kultura, feja dhe besimi do ishte një pengesë e madhe. Për këtë arsye, familja është vënë në shinjestër dhe për këtë arsye, pra ishte si përgjigje, që të flasësh sot për familjen është çudi e madhe sepse trendi është i tillë. Trendi është që familja ti shiko kur krijohet familja. Domethënë, trendi i krijimit familjes nuk është më ai trendi i hershëm që ka qenë, le të themi, trendi i moshës, le të themi, 20 vjeçare, 22, 23 vjeçare, tani trendi ka shkuar 30, 30 e sa ose 30 pa pak. Domethënë, është rritur, le të themi, kufiri i menduarit për familjen. Për familjen. Pra, qysh këtu, domethënë, kuptojmë mënyra se si bëhen njohjet, mënyra se si lejohet adulteria, immoraliteti, mënyra se si, domethënë, njeriu shkon në lidhje dhe shkon shumë gjëra
që më përpara nuk bëheshin vetëm se mas dasmës, vetëm se mas martesës. Okej, u ul pak standardi vetëm se mas fejesës. Kurse sot njeriu, domethënë nuk është se i bën më ndonjë përshtypje të madhe se po martohet. Pra janë shumë gjëra që kanë ndryshuar. Dikush mund thotë, ore, këto gjëra janë shumë konservatore, po më mirë konservatorizëm dhe ruajtje të familjes dhe ruajtje të linjës, se sa le të themi një çedje liberale e cila domethënë humbet çdo lloj standardi. Diskutohet. Në fakt, nëse do të kishe një emër tjetër, le të themi epoka jon, ajo do të ishte epoka e le të themi shturjes qoftë dëshirave, qoftë konsumit, qoftë veshjeve, pra në çdo fushë, duket sikur njeriu nuk i funksionojnë më frenat, ta themi kështu në gjuhën popullore. Po, sa. Dhe sa ndikon dhe pjesa e gjunaheve, pra që bën njeriu tek familja, tek krimi i familjes. Normalisht unë mendoj dhe besoj dhe kështu, domethënë duhet të jetë me fjalë që besimi, lidhja e fortë me Zotin, raporti i fortë me Zotin, raporti i fortë me botën tjetër e çon familjen në një lidhje shumë më solide, sepse unë besoj se ka Zot e si pasojë, besoj se jemi të gabueshëm, besoj se synimi nuk është vetëm jeta e kësaj bote, besoj se ne i shërbejmë njëri tjetrit për një synim shumë më të madh që është kënaqësia e Zotit, që është bota tjetër, që është krijimi i familjes, që është sjellja e fëmijëve në jetë, që është rritja e një brezi të mirë edukuar si në besim, si për jetën. Pra besimi është shumë i rëndësishëm për ta mbajtur familjen sa më solide dhe sa më të fortë, sepse besimi mua më predikon një gjë të tillë. Pra ma predikon familjen si diçka tepër të rëndësishme. E përmend Kurani, e përmendin fjalët e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe shumë gjëra janë thënë në Islam si të ruhet dhe të mbahet familja. Për këtë arsye tha, më i miri në mesin tuaj është ai që është më i miri me familjen e tij. Më e mira në mesin tuaj ajo është që është më e mira me familjen e saj. Ju të gjithë jeni përgjegjës dhe të gjithë do të jepni llogari për atë që keni në përgjegjësinë tuaj. Burri është përgjegjës për familjen e tij dhe do të japë llogari për të, dhe gruaja është përgjegjëse në familjen e burrit të saj dhe do të japë llogari. Pra, ne e shohim si mision, ne e shohim si detyrë, ne e shohim si amanet. Besimi, do të thonë, vetëm se e ushqen një gjë të tillë. Pra, edhe nëse ka diçka çarje diku, thot Islami, mos i shih çarjet, mos i shih gabimet, mbylli sy për gabimin apo për të metën, sepse nuk do të gjesh burr të pagabueshëm dhe nuk do të gjesh bashkëshorte të pagabueshme. Pra gjithë këto normativa që ka sjell Islami janë pjesë e besimit, ushqimit besimit që çon ujë tek ruajtja e familjes, tek konsolidimi i roleve, tek ruajtja, le të themi, edhe konsolidimi i lidhjeve në familje, që mos të prishet familja dhe mos shkatërrohet një shtëpi, le të themi kështu. Ajo që ju përmendët është pika, le të themi, tjetër, që është mëkatet dhe gjunahet. Nuk ka dyshim që në momentin që dikush mëkaton, ky mëkat apo ky gabim do të ketë një vleft pagese që mund të paguhet kjo tek personi vet, mund të paguhet kjo në suksesin e tij në jetë, mund të paguhet kjo në biznesin e tij, mund të paguhet kjo në pushtetin, mund të paguhet kjo në familje, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye thoshin të moçmit, nganjëherë kur e kundërshtoj Zotin ose bëj gjuna, e shoh këtë në sjelljen e bashkëshortes time, e shoh këtë në sjelljen e kalit tim. Pra shkak pasojë. Shkak pasojë, nuk ka dyshim, pra mund të jetë një nga shkaqet që mund të shkojë shkatrimi një familje, gjunahet e personit vet, e burrit, apo gjunahet e gruas, ose gjunahet e të dyve, ose gjunahet që bëhen në shtëpi, edhe këta rrinin indiferent, dhe e lejnë gjunahen të zhvillohet si normal. Atëherë nuk ka dyshim se një nga shkaqet dhe arsyet që mund, sepse Zoti do të sprovojë. Si do të sprovojë Zoti? Me dhimbje. Sprova është me dhimbje. Dhe një nga dhimbjet më të mëdha që kalon njeriu në jetë është, le të themi, ndarja, divorci, shkatrimi i familjes. Atëherë ne nuk duhet ta lejojmë një gjë të tillë. Çfarë duhet bëjmë? Duhet të jemi sa më larg mëkatet dhe gjunave. Madje, siç thuhet një hadith profetik, mëkatet dhe gjunat ndikojnë në ftohjen e dashurisë për hatër të Zotit. Ka një hadith që thotë,
ndoshta dy njerëz duan për hatër të Zotit. Dhe kjo ftohet, dhe kjo ftohet për shkak të gjunave që mund bëj njëri prej tyre. Ku është një raport, domethënë për hatër të Zotit dhe një raport, domethënë që s'ka lidhje me shumë gjëra në krahasim me raportin, le të themi, bashkëshortor. Për këtë arsye, domethënë duhet të jemi sa më të kujdesshëm, për këtë arsye dhe Zoti në Kur'an tha për cilin do mashkull dhe femër që ka besuar Allahun dhe bën vepra të mira, do t'i japim jetë të lumtur. Pra nëse duam me të vërtet jetë të lumtur bashkëshortore, sepse jeta e lumtur është e gjerë dhe e shpërndar, dhe nëse duam jetë të lumtur brenda jetës sonë në këtë botë, jetë të lumtur bashkëshortore brenda jetës sonë, domethënë në këtë botë, duhet të jemi tek ajo që tha Zoti, besimtar dhe vepër mirë. Dhe prej vepër mirë bërjes është që njeriu të largohet nga mëkatet dhe gjunat, dhe vjen me këtë domethënë bërja e veprave të mira sa më shumë. Që do thotë, bërja e veprave të mira sa më shumë na jep neve dashurinë e Zotit, na jep neve bekimin e Zotit, pra sa më shumë të falemi, sa më shumë të agjërojmë, sa më shumë të lexojmë Kur'an, sa më shumë të japim sadaka, sa më shumë të bëjmë vepra të mira, çfarëdo qofshin përmendja e Zotit e tjerë. Kjo do të reflektojë, nuk ka dyshim, në ruajtjen dhe në mbajtjen e familjes, në neglizhimin e gabimeve, në mbylljen e një syri kur tjetri gabon, mos me i parë gjërat kështu, domethënë me si quhet me lup. Me lup. Domethënë sepse veprat e mira janë standard tjetër, e ngrej njeriu shumë shpirtërisht, ngrihet shumë lart dhe s'ka vakt që të merret me vogëlsina, me detajet. Ja na shkalon vogëlsinat, sepse është vepra e mira që domethënë nuk të lën me u marr me budalliqe. Kështu që besimi në Zot, si e para, largimi nga gjunat e dyta dhe bërja sa më shumë e veprave të mira, kjo ndikon shumë në ruajtjen dhe në konsolidimin, le të themi, shpirtëror të anëtarëve të familjes. Flasim këtu tani për burrin dhe për gruan sidomos. Në fakt në literaturën islame është një histori interesante, pra që dhe nga kjo në fakt lind dhe një pyetje, kur kam pyetur Budardan si ka mundësi që në shtëpinë tuaj, megjithëse jeni pra le të themi kallabollik, kur nuk kemi dëgjuar shamate, kishin pyetur komshit. Dhe përgjigjja ishte se unë falem një pjesë natë, tha, pastaj para se të shtrihem unë, zgjoj bashorten, pastaj falet bashorte, pastaj zgjon vajzat, fëmijët e kështu me radhë. Pra duket sikur ai nuk i lënte derë shejtanit që të penetronte. Bravo, dhe kjo është një pikë e katërt, le të themi. Pra sa ndikon kjo pjesë, pra mos lejimi i shejtanit dhe prezenca e melajkeve. Dhe si ta realizojmë këtë? Bravo, atëherë le të themi pika e radhës, le të themi është që ta kthejmë shtëpinë në një arenë adhurimi dhe garimi në kënaqësinë e Zotit. Në momentin që shtëpia kthehet në një arenë adhurimi për kushtimin ndaj Zotit, veprave të mira, nuk ka dyshim se bekimit do të derdhet aty, do të prezantojnë me lajket. Pra, për shembull, le të themi, burri kur vjen në shtëpi, që është momentin e parë që hyn në shtëpi bën duan. Kur del nga shtëpia bën duan. Gruaja kur vjen në shtëpi dhe futet bën duan, lutjen speciale të hyrjes në shtëpi. Kur del nga shtëpia bën duan. Kur hajnë ushqim, hajnë bashk. Kur ushqehen me bismillah. Kur mbarojnë ushqimin e bën me elhamdulillah, kur futen në banjo thon lutjen e hyrjes në banjo, kur dalin nga banjoja bëjnë lutjen e daljes nga banjo, kur shkojnë shtrat me njëri tjetrin bëjnë lutjen le të themi e marrëdhënieve seksuale. Pra, domethënë në momentin që shtëpia është e tillë, falin namazin bashk, falin namaz natë bashk. Në momentin që familja është e tillë, normalisht që këtu do të ketë prezencë me lajkesh. Dhe në momentin që familja kthehet, domethënë në një vend ku futet në shtëpi pa përmend Zot, ha pa përmend Zot, ngrihet nga ushqimi pa përmend Zot, bën veprimet e tjera pa përmend Zot, si burri dhe gruaja etj, normalisht që nuk do të prezantojnë me lajket. Pra në momentin që ne shtëpia tonë do t'i kthejmë në kopshte me lajkesh, edhe ne që do të jemi antar të këtij kopshti, domethënë të abonuar në këtë kopsht, do të përfitojmë nga aromat, trëndafilat, nga lulet, nga mirësitë e këtij kopshti. Dhe në momentin që ne do ta kthejmë shtëpinë tonë në një pellg zjarri, se vetëm shejtan ka aty, s'ka asnjë melek, normalisht që edhe ne do të jemi pjesë e tymit, pjesë
e djegjes, pjesë e dëmtimit, smogut e kështu me radhë. Kështu që ne, domethënë, kemi shumë në dorë, normalisht me lejen e Zotit dhe me vullnetin e tij, sepse Zoti e ka bërë këtë gjë shkak pasojë. Atëherë le të themi një thirrje për të gjithë, domethënë që t'i kthejmë shtëpiat tona në kopshtet e xheneti, edhe ne do të jetojmë në to si xhenetli. Dhe mos i bëjmë shtëpiat tona gropa xhehenemi, sepse edhe ne do të vuajmë pasojat e të qenit aty, domethënë do të jemi pjesë e saj. Për këtë arsye, domethënë, janë disa detaje që duken të vogla, po faktikisht domethënë nuk janë të vogla. Kanë efektin e tyre, të cilat ndoshta nuk e japin qysh në fillim, le të themi goditjen, po e japin me kalimin e kohës në momentin që bëhen rutinë, në momentin që bëhen vazhdimisht. Është si puna Aditi që tha shkarpat e vogla. Njerëzit në përgjithësi nuk tremben nga shkarpat e vogla. Por shkarpat e vogla po të jenë për herë dhe vazhdimisht bën namin, bën kërdin. Qartë. Në fakt edhe në vetveta harami duket sigurisht një mosmarrje përgjegjësie. Pra, sikur njeriu i shmanget përgjegjësisë, i shkel ato ligjet e Zotit, le të themi, tregon neglizhencë kështu me radhë. Vetë mosmarrja e përgjegjësisë sa ndikon tek raportin çift, le të themi edhe. Gjithse cili ka rolin e vet. Si tha Zoti, "Wala tamannu ma faddala Allahu bi ba'dikum ala ba'd." Mos dëshironi rolin e tjetrit. Pra, burri ka rolin e vet dhe përgjegjësitë e tij, mbi kurriz. Gruaja ka rolin e saj dhe ka përgjegjësitë e saj. Pra, unë nuk mund të iki nga përgjegjësitë e mia duke qenë le të themi gabimet apo duke justifikuar tek puna që nuk bën gruaja ime. Për shembull, po kështu dhe gruaja nuk mund të justifikohet për mosbërjen e detyrave të saj ose për mos çuar në vend të atij amanetit e përgjegjësie që i ka dhënë Zoti se burri nuk është aty ku duhet. Pra gjithse cili prej nesh duhet bëj detyrën e vet. Dhe fakti që tjetri apo tjetra nuk e bën ashtu siç duhet detyrën e vet, kjo neve nuk na nxjerr nga përgjegjësia për të qenë ne ashtu siç duhet. Pra gjithse cili ka rolin e vet, gjithse cili ka përgjegjësinë e vet, edhe nëse para tjetër nuk është aty ku duhet. Normalisht që secili duhet të thrasë ndërgjegjes, duhet të thrasë mendjes, duhet të bëj llogaritore, po e bëj unë detyrën time që më ka fal Zoti, a jam unë më të vërtetë, domethënë, i përgjegjshëm për këtë përgjegjësi që më ka fal Zoti dhe po ja jap hakun apo jo. Kjo është detyrë e gjithë secilit, po kjo nuk justifikon tjetrin që të bëj shkelje nëse tjetri nuk i përmbahet detyrave të veta dhe përgjegjësive të veta. Pra ne duhet ta shohim rolin që na ka fal Zoti si një amanet. Gjithsecili për nesh në familje është amanetqar. Burri është amanetqar për rolin e tij, gruaja është amanetqare për rolin e saj. Pra ne këtë duhet ta shohim si një vlerësim që na ka bërë Zoti. Siç ndodh në këtë botë, nëse ne marrim një përgjegjësi në këtë botë, bëhemi shef, bëhemi kryetar bashkie apo bëhemi pronar apo bëhemi administrator apo menaxher, ne e shohim këtë si një vlerësim që na ka dhënë dikush. Okej. Po ti është, domethënë, i pari i familjes, ti është udhëheqësi dhe presidenti dhe kryeministri i një familje, do thotë se përgjegjësia e madhe. Ti të çdo një bekim shumë i madh. Dhe gruaja ta shohë veten e saj si një privilegj që është dhënë, pra ajo ka, le të themi, Ministrinë e Edukimit, Arsimit, Shëndetësisë, edhe deri diku të ekonomisë, apo thon, marrëdhënieve me publikun, gjitha këto i gëzon gruaja. Normalisht që është ka shumë për të bërë dhe ka shumë për t'i dhënë hakun. Atëherë në momentin që ne, domethënë, i mbajmë përgjegjësive, atëherë unë mendoj që shejtani nuk ka ku të futet, e si pasojë do të ecin gjërat mbar dhe mirë. Në fakt, ne folëm për mos lejimin e shejtanit, pra që të penetrojnë shtëpitë, por ka dhe nga ata që quhen shejtan njerëz, domethënë që hullin ide, japin mendime dhe duke sikur në herë çifti kur përplaset më shumë përplasen idetë të tjerëve sesa me idetë e veta. Pra sa ndikon dhe kjo pjesë tek përpara se dalim, edhe diçka tjetër që ka të bëjë me punën e përgjegjësive, domethënë, gjithsecili ka detyrime ndaj tjetrit. Pra unë si burr kam detyrime, gruaja ka disa detyrime. Unë gëzoj disa të drejta, ajo gëzon disa të drejta. Ne duhet të jemi shumë korrekt te kjo pjesë. Është e vështirë të kërkosh korrektin tek tjetri kur ti vetë nuk je korrekt. Pra mos ta bëjmë atë pjesën e parë shkak për këtë dy. Janë gjërat e ndara. Pra, domethënë ne duhet të jemi korrekt, sepse duke qenë ne korrekt,
ti ke, le të themi, gojë dhe arsye për të kërkuar korrektësi nga pala tjetër. Pra edhe këtë nuk do të harrojmë, se mos na dilte nga tema. Le të vazhdojmë me këtë pjesën që thatë ju. Është shumë e vërtetë kjo që shumë raste debatet janë për shkak të tjerëve se sa janë debate reale brenda familjes. Dhe ky është një tregues e asaj që neve na mungon e ndetmja bashk, e folmja bashk, komunikimi bashk. Domethënë në momentin që ne shihemi 2 herë në ditë, në momentin që neve vetëm shtrati na bashkon me njëri tjetrin dhe ne s'kemi komunikim tjetër, normalisht që do të merremi me interferencat që na sjellin komshit, që na sjellin kunatat, që na sjellin kunetrit, që na sjellin vjerrat, që na sjellin fisi, e kështu me radhë, ose shoqëria nga të dyja palët. Kështu që, domethënë, ne duhet jemi vetvetja, ne duhet jemi, si më thon, 2 persona përballë njëri tjetrit. Komunikojmë me njëri tjetrin, flasim me njëri tjetrin, debatojmë me njëri tjetrin, i mbajmë gjërat mes nesh, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, gjërat janë çifti i trajton, çifti i diskuton, se nganjëherë palët e treta kur futen mes ose janë më shumë se ç'duhet anues nga njëra palë, ose janë më shumë le të themi emocional se ç'duhet, ose janë më shumë le të themi strikt se sa ç'duhet, kështu që jeta në çift më së miri është të zgjidhet çdo gjë brenda tyre dhe domethënë mos lejojmë çdo lloj mendimi që na vjen të jetë pjesë katapultohet brenda familjes ose të jetë pjesë e debateve ose pjesë e orientimit. Domethënë se jo çdo njeri domethënë ka pjekurinë e duhur, çdo njeri ka besimin e duhur, pra jo çdo kush mund të jetë referencë, se tha Zoti në Kur'an, dhe ju betua atyre në Zot se unë po ju këshilloj. Jo çdo kush që të betohet në Zot ose ta thotë gjë, unë po ta them me zemër të pastër, unë po ta them me qëllimin, jo çdo kush që flet në këtë gjuhë do të thotë se është i tillë. Dikush, domethënë, mund ta bëj qëllimisht që të dëmtoj dhe dikush mund të jetë naiv. Pra aq e ka kapacitetin dhe ai flet sa aq gram ka. Por dikush mund të jetë dashakeq dhe sa shumë të janë këta. Sidomos marrëdhënia në çift është një fenomen i përhapur. Është ajo e para, po mund të jetë kjo e dyta. Dikush ndoshta nuk është dashakeq, po aq ka valla. Peshorja e tij aq mban. Kështu që ne do të rregojmë kujdesshëm çifti më shumë se sa njerëzit atë punë kanë. Ne gjërat duhet të zgjidhim me njëri tjetrin. E para gjë, e dyta gjë, nëse duhet dalim jashtë njëri tjetrit, duhet gjejmë njerëz të kompetent. Njerëzit që kanë pjekurinë, që kanë diturinë, që kanë frikë Zotin. Pra që kur na japin një mendim me të vërtet të duhurin për situatën dhe për problematikën tonë. Pastaj ne kemi, le të themi, parim islam që domethënë nuk shkohet asnjëherë tek fundi i gjës pa u konsumuar shkaqet, arsyet, ku është problemi, pa u gjykuar, pa u arbitruar, pa gjetë një ndërmjetësues kështu me radhë. Atëherë bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Të nderuar teleshikues, ja pra kur rikthehem sërish në studio me hoxhën ton të nderuar. Atëherë hoxhë i nderuar, folëm pak për le të themi mosmarrjen e përgjegjësive, për sfidat që na vijnë nga jashtë, mendimet që na vijnë nga jashtë. Por ka dhe një fenomen të ri, pra le të themi rrjetet sociale, krahasimi dhe shumë pyetje që bëjnë njerëzit janë fjala bie kanë ankesa, filani bon këtë jetesë, pse s'ma mundson dhe mu, ose burri thot filani është i sa bukur gatun në TikTok, se ti si e kaq eksperte, pra le të themi sa ndikojnë dhe rrjetet sociale ke shëndeti i marrëdhënies familjare. Normalisht ndikon kjo pjesë shumë, sepse njeriu me çfarë merret më shumë, do të ndikohet më shumë. Nëse njerëzit më herët merreshin me lexim, do të ndikoheshë jeta e tyre familjare nëpërmjet librave. Nëse njerëzit merren me telenovela, do të ndikohet jeta e tyre bashkëtorë nga telenovelat. Nëse merren me Big Brotherin, me ner jush me fjalë kur i thon muhabetit, do të ndikohet jeta e tyre për Big Brother, pra varet tani le të themi tek TikToku, jeta gjithë ditën në TikTok, në Instagram, është normale që pra ajo është ajo pjesë. Në momentin pa që ne nuk bëjmë detyrat ashtu siç duhet, detyrat tona dhe angazhohemi me kjo pjesa që me cilën ne angazhohemi,
do të japi efekt. Për shembull, le të themi jeta bashkëtorë e një polici nuk është si jeta bashkëtorë e një doktori, jeta bashkëtorë e një mësuesi nuk është, pse se ka interferencën e vet. Edhe kjo pjesë tani, le të themi rrjetet sociale kanë interferencën e vet në mënyrë se si krijon. Për këtë arsye, për një jetë bashkëtorë sa më të shëndetshme, sa më larg rrjeteve sociale. Sepse ti e mbush jetën me detyrat e tua. Ndërsa këtu e harxhon kohën me gjëra të cilat nuk kthejnë në asnjë benefit, pra nuk ka asnjë lloj përfitimi prej tyre dhe të nxjerrin nga realiteti. Pra ti kalon në një botë tjetër iluzioni që mendohet sikur gjithë jeta e dikujt është pushime, gjithë jeta e dikujt është gatim nga ana e burrit, gjithë jeta e dikujt është që gruaja jasi i shërben ku dëgjon tjetër, ndërkohë që jeta e tyre zotë di se si është, dhe kjo ndoshta është bërë për reklam apo për të marrë like apo se i duhet me bë lek nëpërmjet këtij reelsi që po shpërndahet, a kupton? Kështu që ne duhet të jemi të angazhimi me atë që ne duhet bëjmë faktikisht. Dhe problemi i rrjeteve sociale nuk është vetëm interferim negativ në jetën bashkëtorë, por është interferim negativ edhe në arsim sot, edhe në edukim, edhe në jetë, edhe në punë, kudo, domethënë është problem botror. Për këtë arsye, shtetet e mençura, qeveritë e mençura kanë bërë kufizime, kanë dhënë orientime, jo çdo kush mund të flasësh të doj, jo çdo kush mund të nxjerrësh të doj. Për shembull, ka vende sot në botë që nëse njeriu nuk është ekspert i një fushë të caktuara, një fushë të caktuar i ndërpritet ajo, domethënë nuk lejohet që të shfaqet. Pra ne duhet vim edhe te kjo pjesa tjetër që ti duhet të jesh i kënaqur me atë që të ka dhënë Zoti. Qartë. Pa themi ne që çdo mëngjes ne i lutemi Zotit dhe themi jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, jam i kënaqur me Islamin si fen time, jam i kënaqur me Muhamedit alayhis salam si profetin tim, jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim. Pra Zoti është ai i cili ka ndarë gjërat. Për çfarë duhet të kemi smir, për çfarë duhet të kemi atë ndjesinë e krahasimit. Zoti është ai i cili ka ndarë gjërat. Unë me të vërtetë ndoshta nuk kam sa ka filani, ose nuk kam në një pozitë le të themi ekonomike apo në një standard jetese siç e ka filani, mirë po unë kam sa të mira të tjera. Për shembull kam fëmijë. Ky tjetri ka le të themi biznesin, ky tjetri ka suksesin le të themi në punë, në jetë e kështu me radhë. Pra gjithë secilit Zoti i ka dhënë, domethënë i ka dhënë aq sa e din Zoti se është të mirë ti. Se nuk do i mbaron të Zotit, po të më jepte edhe mua siç e ka dhënë këtij tjetrit. Po jo, për mua është më mirë kjo, për këtë arsye më ka dhënë kaq. Për këtë arsye Zoti më ka fal këtë gjë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mëson që mos shih thot ata që janë sipër teje, shih ata që janë poshtë teje. Po që puna për fe dhe për punë besimi shih ata që janë mbi ty. Po që puna për të mirat e kësaj bote shih ata që janë poshtë teje. Kështu që domethënë është një problem, domethënë një problem i madh, domethënë humbja e kohës në rrjetet sociale, gjë e cila domethënë ndikon shumë në përmirësim ose në përkeqësim të raporteve dhe marrëdhënieve bashkëshortore. Në fakt sot jemi në epokën e humbjes modeleve dhe autoritetit. Pra duket sikur ju e thatë ishte epoka librit, por sot nuk është më institucioni i leximit, sot është institucioni i klikimit dhe i shikimit, pra rrjeteve sociale. I modeleve që na jepen. Jo i modeleve që ka jeta në të vërtetë. Po neve na jepen disa modele. Edhe thua që kjo është jetesa. Por le të themi si ka mundësi që njerëzit duke humbur këto modelet, pra që janë tradicionale, që janë ato që duhet të jenë, shkojnë në modelet le të themi të pamënda, pra ku disa të ri, se ju përmendën Big Brother, po ka shumë emisione tjera pastaj. Ka edhe më keq akoma, Ka edhe më keq akoma. Të cilat është e çuditshme që pikërisht veprojnë kundra familjes. Pra i shef që martohen, ndahen mas i viti, pra promovojnë institucionin e divorcit ose nuk martohen fare, janë lidhje. Pra si ka mundësi që shoqëria arriti deri këtu, që merr modele nga disa njerëz që s'kan modele, që s'janë model, por dhe s'kan as mend për të dhënë model. Po unë mendoj që është në të gjitha fushat kjo gjë. Pra nuk është vetëm në fushën e familjes. Është trendi i tillë. Qartë. Domethënë dikush bën një foto me macen
edhe merr miliona klikime. Dikush bën foto me fëmijët dhe merr disa qindra klikime. Pra kjo tregon se ti je duke inspiruar klyshin e macës më të rëndësishëm sa klyshin e njerëzit. Pra po prevalon jeta shtazore mbi jetën njerëzore. Për shembull, kjo është si një rast le të themi, po sa raste ka të tilla që njerëzit ndikohen shumë le të themi për gjëra të cilat s'kan asnjë lloj vlere në të vërtetë, ndërkohë që kur jepet një tematikë që është shumë e rëndësishme, që ka nevojë për të dëgjuar shpesh, për të përsëritur shpesh, nuk jepet rëndësia e duhur. Pra është trendi i tillë, është koha e tillë. Dhe ne që flasim për këto lloj tematikash, dukur sikur jemi anti-trend, dukur sikur jemi duke shku kundër rrymës. Po faktikisht kush është i mençur, kush ka pak arsye kupton që prit se feja dhe besimi le të themi ka shumë mrekulli brenda, po një nga mrekullitë më të mëdha që ka feja dhe besimi është ruajtja e familjes. Në fakt, ju personalisht jeni suksesshëm në rrjetet sociale, por pyetja që ngrihet në këtë pjesë është mos ndoshta le të themi edhe pjesa jonë e fetarëve, besimtarëve nuk kanë ditur të ngrihen modele që të konkurrojnë këto modele. Pra çfarë duhet bëjë është pyetja një person që të krijojë modelin fetar në rrjetet sociale. Unë mendoj se ka modele të mira të cilët domethënë kanë arritur domethënë që të japin një shembull të mirë për bamirësi, për raporte korrekte familjare, për le të themi mbartje të përgjegjësive publike si besimtar, të menaxhimit suksesshëm bizneseve si besimtar, të raporteve domethënë si më thon përgjegjësive administrative si besimtar. Kemi modele goxha të mira, po duhet promovohen dhe këto modele, duhet promovohen modelet e familjeve besimtare sa të konsoliduar, sa mirë shkon domethënë jeta në një çift besimtarësh, sepse kjo do t'japi, s'ka dyshim, do t'jetë edhe një model tjetër. Qartë, pra, alternativë. Ky modeli na mungon, sepse besimtarët janë shumë, le të themi, janë shumë sekret në ato raportet familjare. Nuk është se dalin shumë në media apo paraqiten shumë, sepse e kanë me turp këtë pjesë, e kanë me zor këtë pjesë. Po mund të ketë metodika indirekte që kupton domethënë raportin e mrekullueshëm në një jetë bashkëshortore muslimane, besimtare, që të jetë si një model tjetër që shoqëria të kuptojë se gjose besimi urdhërosësi ndikon tek njeriu. Ndikon tek njeriu. Po. Ju falenderoj Hoxha nderuar. Dhe tek ruajtja e familjes, le të themi. Ju falenderoj edhe një herë pra në emër të teleshikuesve që ishit sot me ne për shtjellimet dhe për praktikën më saktë eksperiencën tuaj personale, që është një kontribut i hyrë për emisionin ton, besoj, por e teleshikuesit. Gjithashtu ju falenderoj dhe ju teleshikues nderuar për vëmendjen që na kushtuat. Deri në emisionin e ardhshëm, Asalamu alaikum.